Disa hektar tokë bujësore në fshatrat Jagodin, Muriqan dhe Gjergja në Elbasan janë në pushtetin e ujit. Përpastoj të mbjellat e Stinës, sikundër është lakra belge, por edhe të mbjellat e tjera në Sera janë dëmtuar. Banorët u keqardhur nga situata e krijuar, përgjegjës bëjnë mos pastrimin e kanaleve kulluese nga pushteti lokal. Në fshatin Jagodin, përmbytjet kanë filluar që natën, nga shiu që ka rënë. Në shi i madh kush e di nuk është, por janë kanalet problem që nuk janë bë nga bashkia edhe nga komuna. Kanalet, hajde shivi, nuk e vën dorë fare. Të gjithë shpenzimet ose fondet që kanë ardhur, ata i kanë marrë, kanalet nuk janë bë. Unë shpinë e kam nuj. Është gjinaf, ti është mes fushës një Jagodinet mëtësh, për sa? Për 150 metra kanal. Ky është kanal kryesor, ama lekët ata i kanë marrë. Çdo vit ky zonato, se kanali nuk bëhet. Nuk e di. Vin ato mjetët, bëjnë 100 metra kanal ku këtu ku atjeni. Ky është kanal kryesor që kullon që në fshatin Kuqa. Damet e tash kush e dit moja nuk janë, po tokat janë mëtme. E gjithë kjo lagja deri në fund, edhe dire shif edhe kanalin aty. Shif kanalin, se ai është kryesori që ta shohësh. Si pasojë e prezencës së ujit, disa banesa janë izoluar, ndërsa banorët e kanë patur të pamundur të dalin nga shtëpia. Kur u bllokua totalisht fare? Natën. Sa persona jeni brenda? Sa persona jeni? Në zotrin. Po tani si të ja bëni se ka qenë mëngjes. Erdi i gazetare ma para, raportori ajo, erdi slovatori, lutin që nga njemi. Sa për më të që? Pas problemeve të para me motin, sektori i emergjencave civile nisi punën për pastrimin e kanaleve kulluese, të cilat konsideron shkaktari kryesor i përmbytjeve në Elbasan.